Nga kjo xhami relativisht e vogël, skajlumit në Prizren e përmes internetit të cilin vetë e kritikon, Hoxhi Irfan Saliu arriti ta bëj veten të njohur në të gjithë Kosovën. Një vlla prej Suedis po më thirr një ditë po më tregon subhanallahu çfarë gjendje kanë arrit me qenë gërbeçit ton, po çaj bërlloku është edhe çto ne, edhe te ne ka që si bërlloku. Çika është regjistruar në fakultet, çika e gërbeçis ton, dhurata dhe çapi blen baba vllazën. Një paket kondoma çikës pia blej. Ngriti debat në të cilin u përfshin shumë persona që i dhanë të drejtë, e të tjerët që e kundërshtuan. Me 96% të popullsisë muslimane, më shumë se asnjëherë tjetër në Kosovë është ngritur debat pikërisht ndërmjet muslimanëve, ata të cilët mendojnë se në Kosovë po përhapet një frymë radikale e islamit dhe të tjerët që nuk pajtohen me këtë. Fatkeqësia më e madhe është që gjykohet gjuha, se si është përmenda e gjuhë kundër të pamoralshmeve, qoftë gjinisë femërore, qoftë gjinisë maskullore, por askush nuk merr guximin ta gjykojë veprën. Përderisa imam të nderuar, në këtë rast edhe hoxha e nderuar e ka gjykuar veprën, nuk kapen në veprën cilën e gjykon hoxha, por kapen në gjuhën e hoxhës, dhe kjo është padrejtia më e madhe që bëhet ndaj një prisi fetar. Konkretisht kemi të bëjmë me hoxh, por nuk përjashtot mundësia që nesër tjetër prisi fe dhe tjera. Prandaj nuk kemi të bëjmë këtu me çështje të liberalizimit apo radikalizmit të ndonjë çështje, por kemi të bëjmë me një çështje shumë të ndihshme të popullit tonë me moralin, që populli vitet të tëra, dekada dhe shekuj të tëra ka kultivuar në veti, dhe fatkeqësia më e madhe se kur preken interesat apo kur preket ajo kategori e të pamoralshme, prapë po them, dy gjinive, qoftë femërore gjithë maskullore, atëherë gjykohet gjuha pse ata kritikohen. Nuk di se pse do ta quajsha radikal kur është vetëm një islam. Islami është vetëm një. Njerëz që komentojnë islamin, ata janë radikal, ndërsa islami nuk është radikal, është një islam. Ndërsa ne kur e kthejmë islamin sipas nevojave tona, sipas kërkesave tona, sipas tekeve tona, atëherë del gjithçka. Islami në Kosovë është që 500 vjet. Islam kemi qenë që 500 vjet, jo të gjithë kemi arturit numrin e islamit në Kosovë, po kemi qenë islam. Këto mos marrëveshje nuk i kemi pas. Atëherë si ti quajmë këto? A janë tonat, a lindën me ne, a erdhën? 500 vjet nuk e kemi pas këtë temë. Nuk është zhvilluar kjo temë, islami radikal ose islami këtë. Po flas për Kosovë. Për shtetet e tjera pse të flas? Nuk e kemi pas, tash e kemi. Atëherë secili që mendon që i takon islamin me të jetë kontribues për islamin e vërtetë. Shumë e lehtë. Duhet ta kemi shpirtin e pastër, mendimin e drejtë. Ata janë njerëz vetë. Cilën drejtë e pas kem unë që t'i akuzoj të tjerët, ose të theme kanë keq. Sikleri kisha kërku për njerëz. Respekt më shumë, dashuri ndërnjerëzore më shumë. Shumë shpesh pi përmendin fjalën tolerancë. Unë ngusna kanë herë, them unë nuk jam tolerant. Pse? Na kemi fjalën tonë shqipe, respekt. Tjetër është kur të respektoj, tjetër është kur të toleroj. Toleroj se s'po kam shka me të bu, atë respektoj se dua, se ka shprehje tjera. Për mu nuk mjafton toleranca, duhet respekti. I takoj besimi tjetër, i takoj islamit, po një rendit tjetër, unë duhet më të respektu.
Se Zoti thot duja njeriu, respektoj njeriu. Më shumë është shqetësuese mos reagimi i institucioneve që është dashur të reagojë në këtë rast i Bashkisë Islame dhe të kërkoj përgjegjësi prej këtij personi i cili është emëruar prej zyrtarëve të Bashkisë Islame. Në njëjtën kohë gjithë ky debat që është hap tashmë po tregon edhe diçka tjetër, që kemi rritje të kësaj ideologjie e cila është ndryshe prej asaj që kanë predikuar edhe që kosovarët thirrën në islamin tolerant. Kemi domethënë nxitje për dhunë, kemi deklarata shumë të ashpëra. Unë mendoj se këto tema nuk shtrohen më në çështjen e lirisë, por shtrohen në çështjet e tjetërsimit të identiteteve. Ta zajmë, islami fundamental, apo islamizmi radikal, është të mendu me marë pushtetin. Për mua, këtë çfarë po ndodh, këto ligjërata, këto imponime që i bëhen vetdijes shoqërore në vendin tonë, e kanë cak jo edukimin e masës, jo ofrimin e njerëzve tek Perëndia, por për mendimin tim personal e kanë cak pushtetin politik. Një qarq tjetër fetar, që mund ta identifikojnë, po judeshët, nuk e kanë shumë me të thënë drejtën merak çfarë po bëhet çështje kombëtare, po e kanë ideologjizuar problemin edhe kanë në të vërtetë tak edhe qëllim kanë diçka tjetër, që nuk është as shqiptaria, nuk është as Kosova, kështu. Kemi pas një besim i cili në një mënyrë ka qenë i besim i përshtatur rrethana dhe vendit këtu, dhe dhe me thash s'ke pas atje probleme sa i përket besimit. Ndërka që këta të cilët kanë dalë ofrojnë një model tjetër besimi, jo të ofrojnë, se ju mund të ofroni, por nuk mund të impononi. Ndërka që këta e mundohen të imponojnë me një agresivitet këtu, me agresivitet, me një arrogant, me një kërcënim. Në emën të bindjeve fetare, në emën të lirive fetare nga njëherë, në vërtet janë duke bërë përpjekje që një të fitojnë pojena politik, e dyta kanë, dhe më thonë, në emën të lirive e drejtave fetare kanë synime të pastra politike. Dhe më thonë, kjo nuk ka të bëjmë me drejtat fetare, me drejtën e ushtrimit bindjeve të besimit, nuk ka asgjë të përbashkët këtu. Një çështje tjetër është do të thotë se krejt diskutimi, krejt debati ka marrë për masa që nuk përkojnë me krejt gjendjen shoqërore. Do të thotë shihet se është një grup relativisht monolit, po shumë militant, me kërkesat qarta politike, shkohet deri në atë mas, sa kërkohet ndryshimi i kushtetutës, e ndryshimi i kushtetutës me kërkesat e tilla është i qartë, domethënë. Ne e duam një shtet fetar. Meqense kemi me një grup caktuar të njerëzve, të besimit që thonë se janë besimit islam, do thotë ata e duan një shtet të udhëhequr nga sheriati. Alkoholi mbetet i ndaluar. Më falni, prostitucioni në islam është i ndaluar. Pa marrë parasysh kush është ajo. Ka thënë vetë pejgamberi ka thënë, kur është fjala për vjedhje, atje ka thënë patishte edhe po të vjetër e Fatimia e bija Muhamedit kom për t'ia prej dorën. Ligji hynor është që nuk është i kapërsyeshëm, nuk është i vënë prej kokës njerit. Prandaj ato ligje, edhe një them, alkoholi, bigjozi, prostitucioni, vjedhja janë mëkate, faje që sankcionohen me islam. Tejkalimi i vetëm, ose jo i vetëm, po kryesor, si mekanizëm kryesor përmes cilët ne do të mund të tejkalonim këtë gjendje është që të kultivojmë një dialog të brendshëm kulturor, një debat publik për secilën çështje, sidomos edhe për religionin, ashtu që të krijojmë një kod gjuhësor, një kod të komunikimit të përbashkët racional, i cili vendos në tavolinë dallimet, diferencat të ndryshme kulturore, identitare dhe të jetojmë ato. Ne nuk kemi ndonjë shoqëri e madhe, pajtohem plotësisht, por megjithatë në kuptimin e identitetit dhe dallimit kulturor, secili komunitet mund të promovojë një frymë të ndryshme, e që shteti duhet të jetë garant që ajo mos të sënojë parimin sekularist, po të lihet, si më thonë,
në funksion, si më thonë, vetë komunitetit që të jetojmë atë. Por pse po ndodh kjo në një shoqëri si Kosova? Ne jetojmë në një shoqëri ku edhe politika, edhe biznesi, edhe feja, edhe kultura, edhe po përzihen njëra tjetrën shumë, nga njerë me kompetencë, nga njerë pa kompetencë. Ne kemi pak një lloj anarkie kështu edhe të vlerave dhe dëveneve se ku ne prezentojmë. Për shembull, politikani është politikan, shikon me zonë venën e bizneseve. Biznesmeni shikon me zonë edhe flet si politikan në zonë venën e politikani, kështu shitet. Fetarët, do thotë kështu kleret, po ashtu nga njerë flasin si politikantë. Do thotë i kemi pastaj edhe shtesa tjera shoqërore që sigur i kanë ndrruar rolet. Kjo jo vetëm se ka hutuar personin qytetarin që nuk ka shumë njohuri teologjike, njohuri në liri e demokraci, po vërtet ka bërë që do tash mos dihet çfarë është vlerë e çka nuk është vlerë. Pra opinioni është i hutuar. Tashmë në vendin ton nuk dihet më çka është vlerë e qëndrueshme. Gjithkush mund të fyhet, gjithkush mund të shahet, gjithkush mund të hedhet poshtë çdo gjë. Dhe kjo është për mendoj një lodhje e madhe e opinionit. Unë e falenderoj në mënyrë të veçantë shumicën e popullit tonë që ka një vetdije dhe ai po e mban këtë paqë edhe këtë liri. Se për këtë paqë nuk janë duke kontribuar as shteti, as bashkitë fetare, as bizneset, as politikantë. Nëse ne analizojmë se çfarë po ndodh, çfarë po dëgjojnë ata, si po helmohen ata dhe si po arrin me mbrojt këtë vend, këtë liri kështu, është për mrekulli. Pra ne kemi përcjell këto debate, ne jemi liri, demokraci në rregull, po këto debate janë vërtet shqetësuese, jo vetëm për komunitetin tonë, për përgjithësi për lirinë, demokracinë, edhe për vendin, për shoqërinë tonë. Po për ata që nuk kujtojnë shumë, këto debate në vërtet kanë filluar dhe para vitit 1999, kanë filluar shumë herët. Por nuk kanë pas hapësirë kaq të mëdha mediale, edhe nuk kanë pas kaq shumë audiencë, as nuk kanë pas idhëtarë që shkojnë pas tyre. Për shembull, sulmimi i figurës Skënderbeut nuk është tani. Ka pas botime në gjuhën shqipe edhe në fillim të viteve 90. Po tani ka arritur deri në instancat më të larta të organizimit shoqëror politik, si është Kuvendi i Kosovës, që brenda atij kuvendi ka persona, ka deputet që deklarojnë, para mendoni se ai nuk është hero kombëtar, por është i katolikëve kështu. Ata nuk po partitë vetëm ta thonë në për rritjet e ndryshme fetare, po ata po partitë tash kemi edhe kuvend, kemi edhe në fetoret e tjera, dhe po shkon deti ajo për shkak se po mohohet e kaluara, duke deklaruar që Skënderbeu nuk është hero kombëtar, po është hero fetar, si është çeshake, është pa kuptim, sepse popujt që asnjëherë nuk ka pas hero, për shembull, ata pe asgjë kanë bërë diçka, ndërkaq ne kemi një hero i cili ka jetuar, ka vepruar në ndërthona të caktuara dhe ne po e mohojmë. Po në anën tjetër edhe opinion bërësit, edhe nga politikanët e qeverisë, hasin pak a shumë të njëjtat, nëse jo të njëjtat shprehje me të njëjtat tone, po të një natyre tjetër. Për shembull, ndërkohë që ane hasnin për shembull terme respi, meçk, brëllog, në anën tjetër ku kritikohej ky diskurs, u përdoshin termet idiot, bastard, shami të shpifura. E tash unë po them se kjo gjuhë, çto fjalë të përzgjedhura po kontribuojnë vetëm në polarizimin e shoqërisë, të jo në tensionimin e shoqërisë. Dhe ajo çka po ndodh është, do të thoshta Abramasi, dy pole të cilat po folin për njëri tjetrin, po nuk po flasin me njëri tjetrin. Fillon gara për videon më të mirë mjedisore. Filmon ndotjen ose mbrojtjen e mjedisit dhe dorëzo videon tuaj deri më 15 korrik. ProCredit Bank. Zbulojnë ndjenjen e Fanta Exotic. Fanta Exotic, provo shijen e argëtimit. Kombinimi i përkryer nga çaji vërtet dhe fruta të parezistueshme. Nesti, provoj një freskim tjetër.
Tani, aksesori juaj më i bukur është buzëqeshja juaj. Prezantojmë pastën e dhëmbëve Colgate Max White One me përshpejtues bardhues. I bën dhëmbët tuaj një nuancë më të bardhë në një javë. Tani duken e mahnitshme, pa u munduar. Colgate Max White One, një javë, një nuancë më e bardhë. Dhe provoni shpëlarsin e ri të gojës Max White One dhe furçën e dhëmbëve për zbardhim që zgjat. Drejt për drejt nga burimet më të larta malore, vjen ujë i pastër si kristali Rosa, me pak minerale, me përmbajtje të ulët të sodiumit, optimale për përdorim përditshëm. Rosa, zgjedhje shëndetshme për gjithë familjen. Fillon gara për videon më të mirë mjedisore. Filmon ndotjen ose mbrojtjen e mjedisit dhe dorëzo videon tuaj deri më 15 korrik. ProCredit Bank. Ne po jam të bo punë të fleqta. Këto që kanë bo punë të fleqta të zinas, këto raspia dhe kurva, gjdo femën që bon akt intim, pa niqa, pa kuror, si pas dispozitave të islamit është raspia dhe kurv. Këto lani, dënonin këtë forë, të i lanë si meqkat e sokakut. Për këtë ligjerat dhe të tilla sikur kjo përkërkohen edhe hetime nga organet përgjegjëse, duke kritikuar e të tjerë që arsyetojnë gjuhën e përdorur. Hoxha nuk ka prek me emën askënd, nuk i ka fy as si grup, as si shoqëri, por i ka sulmu me gjuhën edukative ndaj nxënësve të tij, ndaj frekuentuesve të xhamisë të tij, se mënyra vetme për ta luftuar amoralitetin është që ju, gjinia mashkullore, ta bojkotoni vajzat e tilla të pamoralshme dhe ju vajzat e ndershme t'i bojkotoni djemt të tillë të pamoralshëm. Një klerik e ka për detyrë, e ka obligim të maj ligjerat për mirëduk të këqijat. Me në mësu neve që shkojmë mu lutë, se duhet me qenë të mirës, duhet me rajzë, duhet me mashtru, duhet me vjedhë, po gjithsesi në fjallorin e ti, mos në pas fjallë piquj shumë botë konfuze. Ato janë parësishme. Në qafë se nuk e respektojmë një gjini, nuk në të aja që pjakuzoj femna. Ato femna në qafë se kanë botë kijat nuk i kanë bo bashkë, po i kanë bo me mashkoj edhe ata mashkoj i dhe përvar. Janë të njëjtë me ta. E dim që në botë gjithmonë ka pas njërës këqi edhe njërës mirë. Po për më botë mirë, ne nuk guxojmë të jemi të ashpër. Është të vërtet që e ka nxënësit e vetë, ka njerëz të vetë, duhet më mësu mirë. Duhet më mësu mirë. Po nga njëherë jemi njerëz, flasim, na ikin disa fjalë. Se cili për nesh jemi të vetëdijshëm, sot kemi shumë pak njerëz që nuk lexojnë, kemi shumë njerëz që lexojnë. Se cili për nesh e lexon Kuranin, lexon komentet e Kuranit, lexon hadithet, ato në mësojnë si duhet sillemi njëri me tjetrin. Në qafë se dikur ka qenë ligji, me këtë dorë këtë vjedhë me ta prej dorën, sot nuk është ai ligj më. Duhet me ikë aty në gjanave që kanë qenë para 700-800 vjetë, 1000 vjetë. Sot jetojmë shekullin 21, ka arsye tjera, ka bindje tjera. Ne shohim një shpërsim gjuhës edhe të veprimeve konkrete, pikërisht për arsye se institucionet kompetente të rendit edhe drejtësisë janë tërhequr para kësaj fushate edhe nuk kanë ndërmarrë asgjë. Ne kemi rastin e fundit vjetorit vitit kaluar, ne kemi rastin e kërcënimeve tjera, ne kemi rastin edhe e hapjes webfaqes në emëntimin nga personat pa njohur, edhe institucionet e rendit s'kan ndërmarrë asgjë të tëtë, edhe këta e shohin vetëm të trimëruar nga heshtja e institucioneve kompetente. Në çdo vend normal, nëse dojë të hetoj, sigurisht edhe pasivit ndoshta edhe të gjykoj, sepse ai në vend që të merret me çështje fetare, ai përhap rreti, ai përhap të hyri, ai merret me gjëra të cilat nuk i takojnë, nuk janë domenin e punës së tij, dhe mendoj që aty shoqëria është të shqetësuar me të drejtë,
Dhe mendoj që është bërë i gabim që me këtë rast ma tepër është dashur të reagojnë mashkujt sa që kanë reaguar femrat, sepse në fund të fundit këtu është pamundur që një fyre të adresohet vetëm femra dhe mashkujt të kursejnë. Këtë mashkujt kanë hesht, partitë politike kanë hesht, duke që ata po llogarisin para zgjedhjeve që do të heshtin. Sigurisht e ka pasur mundësi për mënyrë me një kulturë komunikimi dhe të komunikimit ndryshe, mund të jetë një fjalor pak më tjetër faresh. Por gjithsesi vendimet, parimet islame, ato që janë islame nuk janë të irfanit. Ato që ka cekur Kurani është që 14 shekuj. Ato e ligje tash me premisa hyjnore. Pos fesi arsyetim për mësimet e hoxhës nga Prizreni përmendet edhe tradita shqiptare. Ne kemi dhe ligje që në emër të demokracisë e promovojnë amoralitetin, e lejojnë, për shembull, ne me ligjet Kosovës e dim që është e lejuar çdo akt seksual mbi moshën 18 vjeçare. Është e lejuar. Nëse është nër moshën 18 vjeçare, është pedofilizëm dhe është ndaluar nëse është me pagesë. Për ndryshe, çka do që është mbi moshën 18 vjeçare dhe çka do që është pa pagesë është e lejuar. E kjo bie ndesh me predispozitat dhe traditat e këtij vendit. Për shembull, kur çështja e identitetit po marrni shembull shumë thjesht. Unë do them sinqerisht që ne shumë më lehtë do të mund të negocionim dallimet tona identitare me një amerikan ose evropian ose me dikon nga rajoni të moshës sonë, sesa që do të mund të negocionim me gjyshërit tanë. Nëse ka me diçka e përbashkët, me gjyshërit tanë është gjuha. Përndryshe shumë çka nga ajo që ka imponuar modernitetin në identitetin ton është pothuajse huaj për gjeneratat e mëparshme. Atë ne këtë kuptimi identiteti është diçka fleksibël, është i ndryshueshëm në kohë dhe në hapësirë dhe ne duhet të ballafaqohemi me këtë fakt. Vetëm po më duket që jemi bektashit që thoj pa dhe nuk ka fe. Unë qoftë se për shembull Arabia Saudite është shumë mirë të jetu, unë jam këtu keq. Arabët janë mirë atje, unë jam këtu keq se jam shqiptar. Ne patëm të hujt. Pushtust. Nuk ishim mirë. Objektin e kishim, po s'më ishim marrë më lutë. Ata shkuën e shlirën vendin, tash është objekti i joni, tash na vi me lutim. Atëherë kjo është arsyeja që thon pa dhe nuk ka fe. Secili i Zotit shtëpisë shtëpit vet. Këtë argumentoj më së miri që mund ta shihni edhe simbolin kombëtar. Atë të ne bektashit është primari. Dhe me këtë mburremi. Përfaqësues të Bashkisë Islame të Kosovës nuk kanë pranuar të flasin për emisionin Kosmo. Ata i kanë thënë KTV-s se nuk dëshirojnë të japin sqarime dhe nuk kanë dëshirë që të përfshihen fare në këtë debat. Si institucion publik, edhe pse nuk e ka të rregulluar statusin juridik, megjithatë nuk mund të mohohet fakti se Bashkia Islame është një institucion publik që ka kompetenca në Republikën edhe ushtron kompetenca faktike. Ekzistenca faktike e Bashkisë Islame është përcillet me kompetenca, me drejta dhe me obligime faktike. As Bashkia Islame në asnjë mënyrë nuk mund të tërhiqet edhe të thotë ne nuk dim, nuk muim, nuk kem mundësi. Kjo është e palejueshme edhe është obligim i Bashkisë Islame dalë qartë edhe deklarohet. Qëndron pas kërkesave të këtyre grupeve, që është dyshim i madh, nëse jo deklarohet haptas, jo nuk qëndrojnë pas këtyre grupeve. Bashkia Islame e Kosovës është autoriteti suprafetar Kosovë dhe ata janë të detyruar në këtë rast jo vetëm të reagojnë duke gjykuar, por të ndërmarrin masë ndaj atyre të cilët punojnë jashtë rregullave të Bashkisë Islame. Mendoj që këta njerëz nuk janë në kontrollin e Bashkisë Islame, Bashkia Islame e Kosovës thjesht po luajnë një rol, ata në një mënyrë është shndruar si një parti politike. Ata më tepër janë dhënë mas daskarisë, mas karrigeve, sesa që po i dëson ta thonë këtë interesi i besimtarëve. Dhe këtu shkruan një huti dhe për një herë këta njerëz kanë dalë sipërfaqe. Sa Bashkia Islame si institucion ka arrit me ruajt imazhin e një institucioni demokratik, transparent, ndërkohë që perceptimi gjithandej me sa unë kam pa i besimtarëve ose i fetarëve, i xhamatit, është që ky institucion
ka, si me thonë, tendenca të centralizimit, të burokratizimit, të jo transparencës financiare, nga një të degradimit moral, korruptimit moral, dhe kjo, si me thonë, tash për brenda vetë institucionet e Bashkisë Islame e krijon një farlloj legjitimimi të këto në farë ideologjie me moral puritaniste. Kjo është diçka që ushqen prapë. I gjithë ky debat për fenë i hapur në Kosovë pretendohet se po bëhet për arsye të tjera. Kjo sikur po shfrytëzohet çështja e lirive fetare, çështja e prekjes fetare në rastet veç të çanta nganjëherë kur po kemi krizat ndryshme, sikur po njerëzit po i drejtohen në çështje fetare, probleme fetare apo po aktualizohen, po e bëjnë problem pa pasur fare problem për t'ju shmangur disa, po them kështu, dobësive në shoqërinë tonë që po manifestohen. Në situatën që cilën po kalon Kosova, në prag të ratifikimit të marrëveshjes me Serbinë dhe arrestimet e fundit të ish-pjesëtarëve të ushtrisë të Kosovës dhe udhëheqësve të saj, kanë arritur që përmes kësaj videoje tash përqendrojnë vëmendjen e opinionit kosovar në një drejtim krejt tjetër, ndërsa të letë anash çështje të cilat po kalon faktikisht Kosova. Prandaj prapë them se debati është i panevojshëm dhe pa arsye është bërë këtë kjo zhurmë dhe kësaj videoja, po në anën tjetër nuk është i rastësishëm. Madje në tërë këtë mes, faji vazhdimisht u hedhet mediave. Ne nuk kemi të bëjmë këtu me çështjet liberal, kush është dhe kush është më radikal, po kemi të bëjmë me një temë të ndihshme, të cilën populli jon pa dallim besimi, qoftë islam apo krishter, nuk i ka pranuar lehtë dhe ka mbrojt me çmim të shejt sa i përket moralit, nderit, qoftë gjinisë femërore dhe qoftë gjinisë mashkullore. Dhe pikërisht këtë temë fare nuk ka të bëjë me ato që propagandohet në media. Do të tash unë mund të them vetëm media duke menaxhuar këtë problem. Vetëm mediat. Edhe di se pse apo akuzohen ndonjëherë me të padrejtë, por media u munduar çdo herë me nxjerrë se është ky problem. O shok, o vllazën, motra, është ky problem që pikanosët vendit tonë, sepse ky problem nuk është veç i Kosovës, ky problem tash është global.